Një mbrëmje e mbushur me muzikë, spektakël dhe energji, por edhe me tensione dhe protesta. Eurovision 2025 në Basel u fitua nga Austria me këngëtarin me origjinë filipinase me këngën Was It Love, me një zë kontratenor të veçantë dhe një skenografi që përshkruante një varg në mes të skenës. Një 23 vjeçari emocionoi audiencën dhe juritë europiane me një baladë për një dashuri platonike dhe të parealizuar. Austria arriti në total 436 pikë, duke marrë 179 nga televotimi i publikut dhe duke qenë nga këngët më të vlerësuara dhe nga juritë profesioniste të vendeve pjesëmarrëse. Në vend të dytë renditi Izraeli me 357 pikë në një edicion të shënuar nga përplasjet në qendër të qytetit Baselit mes policisë dhe protestuesve pro-palestinez, disa prej të cilëve tentuan të hynin edhe në skenë gjatë performancës së këngëtares izraelite. Në vend të tretë u rendit Estonia me 356 pikë, ndërsa Shqipëria u pozicionua në vendin e 8 me 218 pikë, prej të cilave 173 erdhën nga publiku. Në skenën e Eurovision në Basel, Shqipëria u paraqit me një performancë dinamike që tërhoqi vëmendjen e publikut evropian. Shkodra elektronike interpretoi këngën Zjerm, një krijim unik që bashkoi elemente të muzikës elektropop me motive tradicionale shqiptare. Performanca u karakterizua nga energji dhe vizualitet që solli në skenë simbole kombëtare në një formë bashkëkohore. Zjerm u dallua për stilin e veçantë dhe përpjekjen për të përfaqësuar një identitet muzikor modern që nuk harron rënjet. Përmes një skenografie të kuruar, kënga përsolli një mesazh për bashkëtesë kulturore, duke lënë gjurmë me origjinalitetin e saj. Juria ndërkombëtare i dha këngës shqiptare 45 pikë, duke renditur në vend të 16. Franca ishte vetmja që e vlerësoi maksimalisht këngën shqiptare, ndërkohë publiku nga gjithë bota i dha këngës 173 pikë, duke e quar në vend të 8. Kënga Zjerm, një krijim i shkruar dhe interpretuar nga Beatrice Gjergji dhe Kolaca, dy muzikanë shqiptar, të cilët kanë emigruar në Itali. Ndër vite Shkodra elektronike ka performuar në disa festivale të mëdha nëpër Europë. Dyshja aktualisht është duke prodhuar albumin e tyre debutues, që do të përfshijë disa veçori prestigjioze. Të regjistruar tashmë për të paraqitur në të janë Kori Izo Polifonik Shqiptar, një trashëgimi kulturore UNESCO-s, Redi Hasa, Roj Paci e të tjerë.